Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku jemi me lajmet më të fundit për ju, por tani dua që të fokusoheni ju, fansat e Mateos dhe Brikenës. Më vjen shumë keq sepse kam shumë nga ato njerëz të cilët më shkruajnë o Tiron mos u merr më me këto çifte, pse merresh me këto çifte? Por unë ju kam premtuar që ju do t'ju asjell lajmet më të fundit që kanë të bëjnë rreth çifteve, vipave, personazheve publik që në fakt ne na kanë mbajtur mbërthyer për ekrani për muaj të tërë. Dhe tani do të rindaloj përsëri prap tek Mateo dhe Brikena. Ju e dini shumë bukur që Mateo dhe Brikena u përfolën shumë, sidomos pas një interviste që ndodhi me Niko Komanin nga ana e Brikenës. Me njëherë filluan fanbase-et, u aktivizuan njerëzit e cilët kishin mendime të ndryshme, rreth raportit të çiftit, rreth marrëdhënies, rreth situatës së ndërtuar që në fakt ngritën hamencime, aludime se Briteo nuk janë të lumtur bashk, nuk janë të kënaqur bashk dhe marrëdhënia e tyre po shkatërohet çdo ditë më shumë. Por që nga dita e djeshme dhe ditën e sotme, çifti siç duket ka vendosur që të jetë pak më afër publikut, pak më afër ndjekësve të tyre dhe pak më afër fansave që i duan dhe i admirojnë pafund. Në Instagramin e Brikenës, Brikena sot hodhi një video teksa po bënte xhiro dhe po kënaqej në një Mercedes-Benz G-Class, do me thënë është një super makinë që Brikena dhe Mateo po shijonin momentet në Tiranën e bukur. Do me thënë, pas asaj skene të ngjeshur me dinamika, me energji, me pozitivitet, me emisione të bukura, Brikena dhe Mateo ditën e kalojnë bashkë. Ato çdo ditë e kanë kaluar kështu, jo vetëm sot, por ditëve të kaluara nuk është se kanë ndarë momente nga privatësia e tyre, nuk është se kanë ndarë momente nga shëtitjet apo lëvizjet që po bëjnë. Ditën e djeshme dhe ditën e sotme vendosën që të jenë sa më afër publikut, për të na kthyer edhe një herë në ato ditët e bukura kur Mateo dhe Brikena dolën nga Big Brotheri dhe po shijonin çastet e tyre. Kemi arritur të kuptojmë që raporti dhe marrëdhënia e tyre është harmonikisht shumë e lumtur, do me thënë çifti po vazhdon që çdo ditë të dhurojë energji të mirë, të dhurojë pozitivitet dhe të jenë shumë të lumtur bashkë. Të gjitha ato thashe themet në fakt që kanë qenë për Mateon edhe për Brikenën, për marrëdhënien e tyre, për krisje të mundshme në marrëdhënie, me këto lëvizje, me këto video, me këto fotografi konfirmohen që janë lajme të kota dhe që do me thënë thjesht janë hamencime që fansat kanë patur nga momente që janë turbulluar situatat. Unë e shoh që raporti është i bukur sepse e shoh një Brikena shumë të lumtur, por edhe një Mateo shumë të gëzuar. Zakonisht kur një dyshe apo një çift është i lumtur, është i gëzuar, është pozitiv, me patjetër që raporti është harmonikisht shumë i lumtur. Unë uroj me zemër që gjërat ju shkojnë kështu, uroj me shpirt që Brikena dhe Mateo të vazhdojnë të jenë gjithmonë në këtë stat në të cilin janë, për të na dhuruar një energji pozitive ashtu si çdin të na dhurojnë. Me G-Class dhe me një super ambient brenda që shikoni se çfarë komoditeti ka në fakt makina falni, Brikena dhe Mateo janë të lumtur, i dhurojnë njëri tjetrit dashuri dhe kënaqen në momentet e tyre. Do me thënë, ajo lidhja e dashurisë e cila ishte e pabesueshme për disa, unë fakt dua të jem koherent, unë kam qenë gjithmonë i bindur që nuk ka ndarje mes tyre, vazhdon që t'jetë edhe në përditshmëri. Do me thënë, është marrëdhënie fantastike.